Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shumica e qeverisë në Maqedoninë e Veriut tenton bashkëpunim me një pjesë të opozitës. Kryetari i komunës së Çajirit dhe një nga udhëheqësit e koalicionit Blen, Izzet Mexhiti, deklaroi se ekziston mundësia që udhëheqësi i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela të bashkohet me qeverinë. Ai shtoi se komunikimi për këtë çështje po zhvillohet në nivele të shumëfishta. Mexhiti tha se dera për Selen është e hapur dhe po shqyrtohet mundësia e përfshirjes së tij të mundshme në shumicën qeveritare. Ai njoftoi se në kuadër të rindërtimit të ardhshëm të qeverisë priten ndryshime në departamente si dhe rotacione të personelit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut refuzoi të bashkohet nismës së Frontit Evropian, respektivisht BDI-s për mbledhje të nënshkrimeve për nisjen e procesit për ndryshimet kushtetuese. Histra Mickoski tha se kërkoi nga BDI të punojë për problemet që ka me kuadrin dhe programin parti, ndërsa shton se çështjet qeveritare i zgjidh qeveria. Pa ne, tu imаше можност тоа да го направи кога беше влада 20 години. BDI kishte mundësi ta bënte atë kur ishte në qeveri, 20 vjet ishte në qeveri, kështu që mendoj që BDI ka probleme drejtuesit e programin. Unë do të sugjeroja ta zgjidhni problemin me drejtuesit e programin, ndërsa problemet shtetërore do të zgjidhë qeveria që ka legjitimitet nga qytetarët. А държавните проблеми ги решава владата, која што има легитимитет од граѓаните. Tha Istria Mickoski. Zëvendës kryeministri dhe ministri për reintegrimi i Maqedonisë së Veriut i komenton paralajmërimet e Bashkimit Evropian për bllokim të fondeve si apel për zbatimin e reformave. Bekim Sali deklaroi se 6 nga 10 kërkesat që vijnë nga Brukseli janë drejt përfundimit. Deri më tani nga 10 pikë, 6 pikë kemi veç më të përmbushura dhe në 4 pika funksionojmë dhe jemi duke u koordinuar me institucione për të plotësuar ato obligime që i kemi marrë për tipët dhe natyrisht jashtë këtyre hapave kemi edhe hapa tjera të cilat janë në fazën reale për të plotësuar. Megjithatë, një nga ato që duket se nuk do të miratohet është kodi zgjedhor, për të cilin ministri tha se është ligj specifik. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas, konfirmoi se është e nevojshme që qeveria të përmbush të 10 pikat e parashikuara. Afati i fundit i tyre është muaji qershor. This is the system how it works, the reform agenda, and if they expire and not fulfilled, the money is lost. So there is hard work ongoing. I cannot predict. We have to wait until end of June to see. Kështu funksionon sistemi i agjendës reformuese dhe nëse afati skadon dhe ato nuk përmbushen, parat humbasin. Po punohet shumë, nuk mund ta parashikoj, do të duhet të presim deri në fund të qershorit për të parë, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Maqedoninë e Veriut, Mihalis Rokas. Maqedonia kishte një afat për përmbushjen e agjendës reformuese deri në qershor 2025, por i është dhënë një periudhë shtyrje me një vit. Ky afat përfundon në qershor të këtij viti. Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas White, paralajmëroi se respekti ndërsjellët mes vendeve anëtare dhe vendeve kandidate është bazë e bashkëpunimit në Bashkimin Evropian. I pyetur për rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut, Thomas White, në intervistë për Euronews Bulgaria, theksoi se vetëm së bashku, veçanërisht në këto kohë gjeopolitike, mund ta mbrojmë mënyrën tonë europiane të jetesës dhe vlerat tona europiane. Sipas tij, Maqedonia e Veriut në vitin e fundit nuk ka parë asnjë përparim, asnjë reformë dhe nuk bëhet fjalë vetëm për fillimin e negociatave, por edhe për agjendën reformuese dhe planin e rritjes. Nëse vendi nuk i zbaton reformat e nevojshme, 47 milionë euro nuk do të shkojnë për të, tha raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian Thomas White. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski përkrah propozimin e presidentes Gordana Siljanovska-Davkova për të ndalur shtetësinë e dyfisht për pushtetin ekzekutiv, respektivisht për kreun e qeverisë dhe ministrat për presidentin dhe për deputetët. Nëse ekspertët juridik, ekspertët kushtetues thonë se nuk ka asnjë problem, atëherë absolutisht e mbështes. Unë nuk kam shtetësi të dyfisht dhe as nuk kam për qëllim të kem shtetësi të dyfisht, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski. Bashkimi Demokratik për Integrim njoftoi nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve për fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Duke filluar nga sot, çdo deputet ka mundësinë të përcaktojë qartë për zhbllokimin e procedurës dhe për bllokimin e rrugës europiane, tha Blerim Bexheti nga Fronti Evropian. Kjo iniciativë mbështetet në mundësinë kushtetuese të paraparë në nenin 130 të kushtetutës, sipas të cilit propozimi për ndryshimin e kushtetutës mund të paraqitet edhe nga së paku 30 deputet. Prandaj, duke filluar nga sot, u bën thirrje të gjithë deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si shumicës parlamentare, ashtu edhe të opozitës, përfshirë deputetët e Aleancës për Shqiptarët të zotit Taravari dhe zotit Sela, PDSH-s, deputetët e pavarur, si dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike që e shohin të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, e sidomos deputetët e Vlenit, që të japin mbështetjen e tyre duke nënshkruar këtë iniciativë.
sociale. Vion konsumi në rritje e karburantit në zonat kufitare të Maqedonisë së Veriut si pasojë e kërkesës së lartë nga vendet fqinje. Të dhënat flasin për trefishim konsumi kryesisht në pikat kufitare me Shqipërinë dhe në një masë më të vogël me Greqinë. Sipas të dhënave zyrtare, konsumi ditor i karburanteve në këtë shtet ka arritur në rreth 2 milion litra nga 1.5 milion litra që ishte më parë. Këtë rritje ka konfirmuar dhe kryeministri Istremi Mickovski në deklaratat publike. Nga ky volum total rreth 10% i atribuohet shtetasve të huaj, çka do të përkthehet në rreth 200.000 litra karburant të konsumuara çdo ditë nga qytetarët të vendeve fqinje, kryesisht shqiptar. Rritja më e fortë e konsumit është regjistruar në pikat kufitare në veri, jug dhe perëndim të vendit, përfshirë zonat pranë Dibrës së Madhe dhe Prespës. Bashkimi i Republikës së Ideve komentoi kryetari Çairi dhe një nga drejtuesit e vlenit Izet Mexhiti hapjen e panajirit të librit në Shkup. Mexhiti theksoi rëndësinë e këtij eventi kulturor për qytetin dhe qytetarët. Sipas tij, panajiri që mbahet nga 23 deri më 29 prill në Arena Boris Trajkovski ka mbledhur rreth 65 shtëpi botuese nga vende dhe jashtë, duke ofruar tituj të rinj autor dhe aktivitete profesionale që afrojnë librin më shumë me publikun. Mexhiti vlerësoi se panajiri i librit është një ngjarje që pasuron jetën kulturore në Shkup, duke hapur mundësi për njohje me ide të reja dhe duke forcuar lidhjen mes lexuesve dhe botës së librit. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.